Rasti tragjik i vrasjes së 19-vjeçarit nga Bojana në një pyll afër Sarajit ka tronditur mbar opinionin. Prindërit e të ndjerit kërkojnë vetëm drejtësi. Ndiqni intervistën me babain e të ndjerit. Si e kuptove rastin për djalin? Po, rastin unë e kuptova për djalin, kur erdhe dhe me thonë, më informu se nuk është kthej në shtëpi. Edhe unë dola të informohem, ta gjej ku është. Mirë po, brenda kohës unë mora informacione se me ka dalë mbrëmën herë. Mirë po, brenda kohës edhe djalin e takova unë. Pra ju dolët në Bojan, në kafet e Bojanës, edhe në rrugë e takuat djalin i cili rezultoi se ka deklaruar vetë që e ka vrarë djalin tuaj. Atë e takova unë mbrapa, masë nëse më thanë që me ketë kohës fundit është taku. Edhe kur i thash unë ati djalit se me ti është taku mbram, dhe me thonë ato, mur pak dishime ande këndej, jo si më taku, jo më këthi. Edhe unë i thash që jem të shku dhe ashtu është në polici, jem të shku të paraqes rastin këtë rast. Me për nësa mbrina në policia vetëm ishte këthije në shpi, e kishte lajmëruar, do me thonë babën e vetë, edhe babën e vetë kishte paraqit. Pra, ky 19-vjeçari me iniciale MB, i cili ka deklaruar është deklaruar te prindi i saj, ka kryer vrasjen makabre të 19-vjeçarit nga fshati Bojan, komunën e Sarajit, i cili u gjet në pyll i vrarë pas mund të themi ju kur e keni takuar ka pas diku te 15 orë. Dhe për 15 orë, edhe pse personi i cili është takuar i ndjeri ka qenë personi MB, policia nuk e ka thirrur atë, pas 15 orëve, pasi prindi e ka takuar, ai atëherë ka shku është deklaruar te prindi i tij dhe bashkë me prindin janë deklaruar në polici se ai ka qenë personi i cili e ka vrarë. Në vendngjarje në pyll afër Bojanës është gjetur edhe një armë, një pistolet me të cilën dyshohet se ka ndëruar jetë 19-vjeçari. Edhe më pas? Edhe më pas unë kur shkova, dhe me thonë, policia paraqita rastin, lajmëruan se baba ka paraqit rastin taj. Më informuan se, dhe me thonë, e ka paraqit armën kur sëm e pa pas gjalim, por nuk ka pas armë. Arma ka konë jo edhe këti, dhe me thonë, që tërkujt ka konë arma, kam të shime. Drejtësisë do t'i shkoj deri në fund. Atë nuk kam ndalëm asë njëherë për atë çështje. Edhe ne si media, drejtësisë do t'i shkojmë deri në fund. Prindi sigurisht ka dyshimet e veta, policia dhe prokuroria janë duke hetuar rastin, janë duke i mbledhur provat, MB 19 vjeçar aktualisht ndodhet në paraburgim. Mirë po, duhet të shihet se mos ndoshta edhe dikush tjetër është i përfshirë në këtë vrasje, sepse dyshon prindi me personat e cilët më parë ka pasur konflikt i njëjti, por ja lëm organeve të rendit dhe presim vetëm drejtësi dhe të merret çdo detaj për të njëjtin rast, sepse bëhet fjalë për një 19 vjeçar i cili është vrarë në mënyrë makabre në pyll dhe diku, siç thoni ju, afër më shumë se 15 orë, 20 orë, është dashur prindi ta takoj vrasësin, ta deklaroj se me ty është takuar e më pas ai vetë të shkojnë polici dhe të deklarohet. Se për ndryshe nuk do të shkojt asnjëherë për ndryshe. Po mos e kisha taku, po mos e më kishin informuar se është taku me këtë djalin mbrëmën herë. Edhe unë kisha dyshimet e para me një herë te djali, sa e pash në si. Prandaj ato insistuan se për ndryshe nuk do të shkojshin as ta deklarojnë se është bë vrasje. Një rast tragjik nga Bojana, presim drejtësia që sa më shpejt të veprojë dhe sa më shpejt të jepet epilog për këtë rast. Ngushëllime, me të vërtet një rast shumë i rëndë. Për prindin ngushëllimet janë e pakta që mund ta themi, por drejtësia kur do të vehet në vend, atëherë ndoshta ju do të ndjeheni më sikur ka ardhur drejtësia për djalin tuaj. Si kërkoj drejtësi deri pikën e fundit. Jo me manipulime, deri në pikën e fundit drejtësi kërkoj. Kjo është e gjitha.